billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, kurse salavatet tona qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues të nderuar, Allahu Gjeleshanuhu e ka bërë njeriun qenje shoqërore, i cili nuk mund të jetoj i vetmuar, por patjetër të jetë në nevojë nga të tjerët. Andaj, ashtu siç Allahu Gjeleshanuhu i ka dhënë njeriut furnizim, ndodh që ndonjëherë ai kapital të mos jetë i mjaftueshëm për personin. Andaj ka nevojë që të merr hua apo të merr borxh, në mënyrë që të mbulojë nevojat e veta personale apo familjare. Kështu që njeriu si qenje shoqërore ka nevojë të kërkon kur ka nevojë, si dhe të jep në situata kur ka mundësi. Por në kohën e sotme, në vendin ton, po shohim çdo ditë e më shpesh njerëz të cilët janë thelluar në borxhe, e pastaj të eskaloj problemi dhe të vjen puna deri në vrasje. Ky problem haset shpesh në vendin ton, edhe pse ky fenomen haset edhe në vende tjera, por ne jemi të obliguar të flasim dhe të analizojmë problemet e shoqërisë sonë, pasi njeriu duhet të shikojë rrethin e vet e pastaj të merret me të tjerët. Ashtu siç thot një fjale urtë, të shikojmë gjarprinjt në oborin ton e jo krimbat në oborin e fqinjit. Të ndihmohet është veti njerëzore, sidomos duhet të jetë veti e një besimtari musliman. Por nuk duhet të vjen puna deri në atë situatë kur personi i cili jep borxh vjen të kërkon të hollat e tij, kurse borxhmarrësi nuk e kthen borxhin dhe nuk pranon se ka marrë borxh. Këtë fenomen e hasim çdo ditë e më tepër edhe nëpër lagjet e vogla, ku shohim se persona marrin borxh në përshitore e me vite nuk e kthejnë borxhin. Persona ndërtojnë shtëpi me materiale të cilat nuk i paguajnë, nuk e paguan mjeshtrin, nuk paguan shërbime, e mos flasim më për rastet më të mëdha. Por ne nuk do të zgjerohemi duke përmendur rastet se për çka merret borxh, por do të sjellim disa ajete kuranore dhe hadithe nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për të parë rëndësinë e të ndihmuarit në raste të nevojës, por edhe rreziku i mos kthimit të borxhit nga borxhmarrësi. Zoti shpalli ajetin më të gjatë në Kur'an në lidhje me borxhin dhe rregullat e saj. Në të përmendi një parim shumë të rëndësishëm, ku tha në ajetin 282 të surës Bekara, ku tha Bismillahirrahmanirrahim: "Idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu." Kur të merrni borxh për një afat të caktuar, shkruajeni atë. Kjo është problematika jonë në ditët e sotme. Ende mendojmë se tek njerëzit ka besë dhe nuk e shkruajmë atë askund. As nuk thërasim dëshmitar siç urdhron ajeti, e as nuk e regjistrojmë tek ndonjë notar. E kur nuk veprojmë sipas urdhrave të Zotit, atëherë na dalin probleme dhe dikush nuk na e kthen borxhin, duke mohuar atë plotësisht. Është e lavdruar që nëse i kemi dhënë borxh dikujt, e ai nuk është në gjendje që ta shlyej borxhin, sepse ka hasur në ndonjë vështirësi, atëherë kërkohet prej neve që ta presim derisa të vinë në një gjendje më të mirë dhe të volitshme. Thot Zoti në Kur'an në surën Bekara, në ajetin 180, nëse borxhliu është në gjendje të vështirë, atëherë bëni një pritje derisa të vinë në një çlirim. E t'ia falni në emër të sadakas, ajo është më e mirë nëse e dini. Ibn Kathiri në koment të këtij ajeti thot: Allahu urdhron për maturi dhe durim ndaj atij që nuk ka mundësi ta kthej borxhin. E jo sikur se vepronin paganët që i thoshin borxhliut kur vinte afati i kthimit të borxhit: o do ta kthesh borxhin, o do të vë kamat. Pastaj stimulon që t'i falet borxhi, e për këtë veprim premton mirësi dhe shpërblim të madh dhe thot: e t'ia falni në emër të sadakas. Ajo thot është shumë më e mirë për ju nëse e dini. Domethënë, më mirë për ju është që t'ia falni krejt borxhin borxhliut të këtill të ngushtuar. Kurse Hafiz Ibrahim Dalliu në tefsirin e tij në lidhje me këtë ajet thot:
Thuhet se ky ajet ka zbritur kur në dorën e muslimanëve ra qyteti Taif, në të cilin banonte fisi Beni Thaqif. Disa pjesëtar të atij fisi më parë i kishin dhënë para me kamat fisit Beni Mughire. Thaqifët hoqën dorë prej kamatës, por kërkonin kryegjën. Mirë po, ata të Beni Mughirës u ankuan se ishin të varfër dhe kërkuan afat deri në kohën e korrjes së prodhimeve. Ajeti tregon se ti japish afat huamarsit dhe të mos e shtrëngosh atë është një punë me rëndësi. Edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Zoti e shpërblen me shpërblime të shumta atë person i cili ia shtyn afatin e kthimit të borxhit, një personi i cili i ka punët ngushtë dhe nuk ka mundësi t'ia kthej borxhin në datën e caktuar. Transmeton Burejde radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që ja prolongon kthimin e borxhit personit që nuk është në gjendje ta kthej borxhin, për çdo ditë që e ka prolonguar, do t'i shkruhet sadaka në sasi të borxhit. Pastaj e kam dëgjuar duke thënë: kush ja prolongon kthimin e borxhit personit që nuk është në gjendje ta kthej borxhin, për çdo ditë që e ka prolonguar, do t'i shkruhet sadaka sa 2 fish i lëmoshës. I thash: të dëgjova duke thënë një herë ashtu e një herë ndryshe. I dërguari Allahut tha: po, ati do t'i shkruhet lëmosh në sasi të borxhit për çdo ditë të prolongimit, para se të vi afati përcaktuar për kthimin e borxhit. E nëse vjen koha e kthimit, e ai ja prolongon, ati për çdo ditë të prolongimit do t'i shkruhet sadaka sa 2 fish i borxhit. Këtë hadith shënon Ahmedi në Musnad dhe Ibn Majah në Sunan. Paramendo sikur ja jep një personit borxh 100 euro, me afat për t'i kthyer brenda një muaj. Prej asaj dite që ja jep parat, edhe pse ti ja ke dhënë borxh, ty të shkruhet çdo ditë shpërblim sikur me i pas dhënë ato 100 euro sadaka. Për një muaj që ja ke dhënë ato para borxh, për çdo ditë të shkruhet sikur me i dhënë 100 euro sadaka. E nëse kalojnë një muaj, ai ende nuk ka mundësi t'i kthej parat, atëherë për çdo ditë pas asaj dite të caktuar, ty të shkruhet shpërblim sikur me i dhënë 200 euro sadaka për çdo ditë, derisa ta kthej borxhin. Pra, edhe i ndihmon personit, edhe fiton shpërblime të shumta. Po ashtu, në lidhje me prolongimin e borxhit, transmetohet se një njeri i kishte marrë borxh Ebu Katadës. Ebu Katada radiallahu anhu shkonte t'ia lyp borxhin, ndërsa ai fshehi. Një ditë shkojte ai dhe doli një fëmijë, e ky e pyeti për personin. Fëmia i tregoi se ai është në shtëpi. Ebu Katada i tha personit kur doli jashtë: pse fshihesh prej meje? Ai tha: nuk kam mundësi të ta kthej borxhin. Me të vërtet nuk ke mundësi me ma kthyer borxhin, tha Ebu Katade. Po, i tha njeriu. Ai tha: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: ai që ja lehtëson borxhliut apo ja fal borxhin, në ditën e gjykimit do të jetë në hijen e arshit. Në atë ditë kur nuk ka hije tjetër për të strehuar, kur të gjithë njerëzit do të digjen në nxehtin përvlues të ditës së gjykimit, ky person do të jetë në hijen e arshit duke përjetuar freskinë e saj. Ndërsa në një hadith tjetër inkurajon faljen e borxhit dhe prolongimin e saj me një shpërblim edhe më të madh. Ajo është hyrja në xhenet, edhe nëse nuk ka ndonjë vepër të mirë përpos kësaj. Nga Hudhaifa radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu do ta sjell njërin nga robërit e vet në ditën e gjykimit e do t'i thotë: çka ke bërë për mua në dynja? Robi do të thotë: nuk kam bërë për ty o Zot asa një grimc, me të cilën do të synoj ty, por ti më fale mua pasuritë shumta. Unë u ashitja njerëzve, por prej natyrës sime ishte falja. Kështu unë ati që kishte mundësi materiale, u lehtësoja pagesën. Ndërsa atyre që nuk kishin mundësi materiale, u prolongoja pagesën. Në këtë Allahu do të thotë: unë jam më i denj për lehtësim, hynë në xhenet.
Të japësh lëmosh është një cilësi e kërkuar prej besimtarit musliman, por të japësh borx ka më tepër vlerë, pasi ata që kërkojnë lëmosh pa nevojë janë të shumtë, bile disa e kanë shndruar këtë në profesion, kurse të rrallë janë ata të cilët kërkojnë borx. Të japësh borx është sevap më i madh bile dhe se dhënia e sadakas, sepse nxjerr njeriu prej gjendjes së vështirë dhe ja lehtëson një barë, që është edhe prej mësimeve islame. Thot në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: natën në të cilën u ngrita për në Mirax, pa është shkruar në derën e xhenetit: sadakaja shpërblehet 10 fish, ndërsa borxhi 18 herë më shumë. Pyeta: o Xhibril, pse borxhi qenë ka më me vlerë se lëmosha? Tha: ai që lyp mund edhe të ketë, ndërsa ai që lyp borx merr hua vetëm kur ka nevojë. Ndërsa në një hadith tjetër tregon se kjo është vepra më e mirë që mund ta veprojë besimtari. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: puna më e mirë është të gëzosh një besimtar, t'ja largosh borxhet ose ta ushqesh me bukë. Por këtu bëhet fjalë që ti prolongohet borxhi atij i cili nuk ka mundësi që ta kthej borxhin, shkaku i varfërisë apo krizës ekonomike. Por kur bëhet fjalë që njeriu ta vonoj borxhin shkaku i përtacisë apo mendjemadhësisë, ose kur dëshiron t'i shkaktoj dëm personit i cili ka dhënë borxh, në këtë rast ky person nuk bën pjesë në këto hadithe që nxitin vonimin e borxhit, sepse ky qëllimisht e vonon. Ndërsa për të, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka folur me fjalë të ashpra dhe kërcënime të rënda. Ky vonim i borxhit nga ky person është padrejtësi dhe dhunë ndaj pasurisë së huazuar. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vonesa në kthimin e borxhit nga i pasuri është padrejtësi. Nëse ndonjëri prej jush transferohet te ndonjë i pasur, le ta pranoj. Pra, nëse borxhmarrësi e dërgon borxhdhënësin tek një i pasur nga të afërmit e borxhmarrësit, që ai t'ia shlyej borxhin, le ta pranoj këtë transferim. Dietarët thonë se vonimi i borxhit nga ana e të pasurit llogaritet prej mëkateve të mëdha, me të cilin mëkat njeriu bëhet fasik. Disa dietarë kanë diskutuar se personi i cili vepron një vepër të tillë, ai pranohet dëshmia apo jo. Disa thonë se nuk i pranohet nëse e përsërit shumë herë këtë veprim. Dietarët në bazë të hadithit dhe lejohet nderi i tij, ka kuptim qortimi i tij dhe akuzimi i tij, duke thënë filani u avonon borxh njerëzve ose u ndal të drejtat njerëzve, dhe të ngjashme si kjo. Lejohet sipas shariatit islam që personi i tillë të publikohet edhe në gazeta, duke futur emrin e tij nëpër lista të zeza dhe me këtë të privohet prej lehtësimeve këmbimore në të ardhmen dhe të ngjashme. Në bazë të këtij hadithi të lartshënuar, dietarët kanë diskutuar edhe dënimin ndaj personit i cili e vonon borxhin për t'i dëmtuar njerëzit. Kurse dënimi i tij, siç theket në hadith, është internimi i tij apo burgimi. Imam Gjessasi, një dietar i mëdhëbit Hanefi, thotë: të gjithë janë të pajtimit se nuk dënohet me rrahje. Atëherë është obligim që dënimi të jetë burgimi, nga se të gjithë janë të pajtimit se dënimet tjera bien sa i përket dispozitave të kësaj bote. Sipas Aliut radhiyallahu anhu, Qadi Shurehit dhe Shabiut, personi i cili vonon borxhin e njerëzve pa arsye duhet të burgoset. Përpos vonimit të borxhit, mund të vijë edhe deri te mohimi i borxhit. Kjo vjen në shprehje kur personi ka marrë borxh, por kur afrohet afati për ta kthyer borxhin, ky e mohon se dikush i ka dhënë borxh. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndodhi një rast i tillë, kur një grua nga fisi Mahzumie kishte mohuar borxhin dhe njerëzit deshën që asaj t'i falet ky gabim që të mos dënohet. Ku më pas e dërguan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Usame bin Zeidin radhiyallahu anhu, i cili ishte i dashur te ai, për të intervenuar që të mos dënohet kjo grua shkaku i autoritetit të saj. E kur ja përmendi këtë, i dërguari i Allahut tha: apo ndërmjetson në të drejtën e Zotit?
Ata që ishin para jush u shkatruan, pasi kur vidhte i pasuri ja falnin, kurse kur vidhte i varfëri e gjykonin. Betohem se nëse edhe Fatimja, bia ime, bia e Muhamedit të vepronte kështu, do t'ja prisja dorën. Këtë hadith është nën Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra, mohimi i borxhit konsiderohet e barabartë me vjedhjen. Prandaj Allahu xhaleshanuhu në surën Bekara ajeti 280 thot: O ju që keni besuar, kur të merrni hua prej njëri tjetrit për një afat të caktuar, shkruajeni atë. Sikur ne të vepronim në bazë të këtij ajeti, nuk do të vi deri në shkallën e mohimit të borxhit, pasi ke një dëshmi të shkruar. Dietarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me klasifikimin ose jo të mohimit të borxhit në kategorinë e vjedhjes. Shumica e dietarëve musliman, duke përfshirë Imam Ebu Hanifën, Imam Malikun dhe Imam Shafiun, këta janë të mendimit se mohuesit të borxhit nuk i pritet dora. Ata argumentojnë se Kurani dhe Suneti e kanë detyruar prerjen e dorës vetëm për rastin e vjedhjes, ndërsa mohuesi i borxhit nuk është vjedhës. Këtë mendim e ndan edhe Imam Ahmedi në një prej qëndrimeve të tij, ku në këtë mendim e ndjekin edhe El-Kerhi, Ebul Hatabi dhe Ibn Kudame prej dietarëve Hambeli, kurse një grup tjetër, ku marrin pjesë Imam Ahmedi, Ishaku, Ibn Hazmi dhe Zuferi, thonë se personit i cili e mohon borxhin i pritet dora si dënim për këtë veprim. Ne jetojmë në një shtet laik, prej të cilit nuk pritet mëshira ndaj muslimanëve. E as më pak kur një person i cili ka borxh të merr përsipër shteti t'ia shlyej borxhin një personi të vdekur i cili nuk ka lënë pasuri që të kthen borxhin. Por, sipas së drejtës së shariatit, nëse një person në shtetin islam vdes dhe ai nuk ka lënë pasuri që ta shlyej borxhin, kthehet borxhi i tij nga buxheti shtetëror. Kur Allahu xhaleshanuhu i shpalosi para të dërguarit sallallahu alaihi wasallam mirësitë e kësaj bote, ai tha: Unë kam më përparësi nga çka secili musliman ndaj vetes së tij. Kush ka ndonjë borxh, kthimi i saj është detyrë e imja. E kush ka lënë pasuni, ajo është e trashëgimtarëve. Ky hadith gjendet tek Buhariu dhe te Imam Muslimi. I dërguari i Allahut në shumë raste kërkonte prej Zotit që ta ruaj prej borxhit dhe të mos bjerë në situata të vështirë. Këtu aludohet edhe në atë se borxhi është rrugë që mund të dërgoj edhe në kufër. Transmeton Abu Said al-Khudriu radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga kufri dhe borxhi. Një njeri tha: O i dërguari i Allahut, a e krahason kufrin me borxhin? Ai tha po. Kur falte namaz, shpesh herë thoshte: O Zoti ynë, kërkoj mbrojtjen tënde nga mëkati dhe borxhi. Kur e pyetën pse kërkon shpesh mbrojtjen e Zotit nga borxhi, ai tha: Ai që ka borxh gënjen dhe i thyen premtimet. Po ashtu ai bënte lutje dhe thoshte: O Zot, mbështetem në mbrojtjen tënde nga pesha e borxhit dhe nga zemrimi i njerëzve. Zoti na ndihmon që të mos bijem në borxh nëse lutemi për këtë. Por gjithashtu edhe na ndihmon të dalim prej borxhi nëse kemi rënë në të. Transmeton Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri në xhami dhe gjeti një burr nga ensarët që quhej Ebu Umame. Ai e pyeti: "Çfarë halli ke?" Tha: "Hallet dhe borxhet më kanë mbytur, o i dërguari i Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ata tregoj disa fjalë që nëse i thua, Allahu ka për të larguar hallin dhe ka për ta la borxhin?" Tha: "Po." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kur të agoj dhe kur të bjerë mbrëmja, thuaj: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-buhli, wa a'udhu bika min ghalabati dayni wa qahri ar-rijal." Thot Abu Umama: "Zbatova atë që më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu xhaleshanuhu ma largoi trishtimin dhe hallin që kisha rënë dhe ma lau borxhin tim."
Në bazë të këtyre udhëzimeve, muslimani hyn në borxh vetëm kur ka nevojë të madhe, dhe kur hyn në borxh, gjithmonë mundohet ta kthejë. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush merr borxh prej njerëzve dhe dëshiron t'ua kthej, Zoti do t'i ndihmojë ta kthej. E kush merr borxh dhe nuk ka për qëllim ta kthej, Zoti do ta shkatërrojë. Nga mësimet që ne kemi marrë nga mësuesi njerëzisë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, është se njeriu duhet që ta ruaj veten që mos marrë borxh pa nevojë, pasi ajo ndikon në uljen e nderit dhe karakterit. Është poshtrim para njerëzve dhe shqetësim në mbrëmje. Po ashtu nga mësimet e tija, është se personi i cili ruhet nga borxhi do të jetë prej të shpëtuarve në këtë botë dhe në botën tjetër. Thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: kush e largon shpirtin dhe trupin e vet nga këto tre gjëra, do të hyjë në xhenet. Kush e largon veten prej mendjemadhësisë, prej korrupsionit dhe nga borxhi. Kjo është gjendja kur kemi marrë borxh, ndërsa kur të kthehet borxhi, duhet të kthehet në mënyrë më të mirë dhe me edukat, e jo të kthehet me nënçmim dhe injorim. Sot shumë njerëz shërbehen me paratë e huaja, por kur shkojnë t'ua kthejnë, prishin karakterin e tyre dhe grinden me persona që u kanë ndihmuar në raste të vështira. Sot, kur kërkon nga njerëzit të ta kthejnë borxhin dhe ua kërkon paratë e tua, ai do të kthehet në një armik, bile edhe nëse ti kthen paratë, nuk të flet më në rrugë apo kur të takon. Po ashtu, nga probleme që janë përhapur, është se ndodh shpesh që personi i cili ka marrë borxh në rast të pamundësisë së kthimit të borxhit vendos që të bëjë vrasjen e borxhdhënësit, që është një krim shumë i madh. Sot te borxhi jemi në atë situatë të cilën e përshkruajnë më të vjetrit ku thonë: jep me duar e kërko me këmbë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte këtë kulturë kur e kthente borxhin, por se e kthente atë në mënyrën më të mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë merrte borxh prej dikujt, por kur e kthente atë, e kthente me mirësi. Transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili thot: shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një paradite dhe e gjeta në xhami. Më tha: fal 2 rekate namaz. Ai sallallahu alaihi wasallam më kishte një borxh të cilin ma ktheu, bile duke më dhënë edhe më tepër. Po ashtu transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte diçka borxh një njeriu. Ai njeri erdhi dhe u soll vrasht me pejgamberin alayhis salam, kurse shokët e tij deshën ta evitojnë prej saj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: me të vërtetë, pronari ndonjë prone ka të drejtë të kërkojë të drejtën e vet. Pastaj tha: blejani një deve të vjetër kaq e kaq dhe jepjani atij. Ata thanë: ne kemi vetëm deve më të mira në moshë se devja e tij. Ai tha: bleni një prej atij lloji të devës dhe dorëzojani atij. Me të vërtetë, nga më të mirat, më i miri nga ju është ai që në mënyrë më të mirë e kthen borxhin. Në vim do të përmendim dënimin që do ta ketë personi i cili u merr borxh njerëzve dhe nuk ua kthen atë. Ai do të ketë dënim në këtë botë, në varr, në ditën e gjykimit dhe në zjarrin e xhehenemit. Ne më lart përmendëm qëndrimin e shariatit ndaj këtij personi, por ndaj tij merret edhe një mas tjetër, e ajo është mosfalje namazit të xhenazës ndaj personit që nuk ua kthen borxhin njerëzve. Këtë si rezultat i veprës së poshtër të cilën e ka vepruar ndaj njerëzve. Por namazin e xhenazës nuk ja fal vetëm udhëheci suprem, ndërsa xhamati rëndomt lejohet t'ia fal namazin e xhenazës. Gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndodhi një rast vdekje, e ai nuk e fali namazin e xhenazës së një personi i cili kishte borxh. Transmetohet nga Abu Salama, i cili thot: i shkova për një të vdekur dhe ai tha: a ka borxh? Njerëzit thanë: po, 2 dinar. Ai tha: faleni ju namazin e xhenazës së shokut tuaj. Ndërkohë Abu Katade el Ansari radhiyallahu anhu i tha: i shlyej unë ato, o i dërguari i Allahut. E pastaj i dërguari i Allahut ja fali xhenazën. Borxhliu, edhe nëse vdes shahid, nuk i falet mëkati i borxhit,
derisa ti kthehet borxhi pronarit të vërtet, qoftë ki kthim edhe nga pasardhësit e tij. Ne e dim që shkalla më e lartë e sakrificës në Islam është xhihadi, kurse personi i cili lufton për hir të Zotit dhe vdes për këtë qëllim quhet shahid. Allahu xhaleshanuhu ka marrë për faljen e mëkateve të shahidit. Ati i falen të gjitha mëkatet, por një mëkat ati nuk i falet, në qofse e posedon. Ajo është borxhi. Pra, borxhi nuk i falet askujt, as shahidit. Këtë e kuptojmë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një të cilin e transmeton Abdullah bin Amr al-Asi radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shahidit i falen gjithçka përpos borxhit. Transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se erdhi një njeri te i dërguari i Allahut, i cili ishte duke ligjëruar në minber dhe tha: O i dërguari i Allahut, nëse unë luftoj në rrugt të Allahut me durim, duke llogaritur në shpërblim, duke luftuar e duke mos ikur, a do të më fal Allahu mëkatet? Tha, po. Pastaj heshti një moment dhe tha: Ku është pyetësi më parshëm? Ja ku jam, u përgjigj njeriu. Çka më the më parë? Ai e përsëriti pyetjen e i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i tha: Po, i falem mëkatet përpos borxhit, sepse tash më lajmëroi Xhibrili alayhis salam. Po ashtu, transmeton Abu Umame radhiyallahu anhu se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Shahidi i cili vritet duke luftuar në deti, është sikur dy shahid të cilët luftojnë në tokë. Ndërsa ai që është mbytur në det është sikur ai që është mbuluar me gjak në tokë. Ndërmjet dy valeve të detit është sikur kur i robron Allahu duke udhëtuar nëpër tokë. Allahu ja ka lejuar melekut të vdekjes që t'ua marrë shpirtin të gjithve, përveç atij që ka rënë shahid në det. Atij Allahu ja merr shpirtin. Shahidit i cili vritet në tokë i falen të gjitha mëkatet përpos borxhit, kurse shahidit i cili vritet në deti i falen të gjitha mëkatet, po ashtu edhe borxhi. Këtë hadith e shënon Ibn Majah në Sunen me numër 2778. Por, kjo hadith sipas disa dietarëve ka dobësi. Imam Kurtubiu në lidhje me këto hadithe thot: Borxhi të cilin njeriu e ka marrë për shkak se i është dashur apo se ka pasur nevojë, ndërsa nuk ka lënë asgjë me çka borxhi do të lahej, Allahu për këtë shkak nuk do ta largojë nga xheneti. Nëse do, pa marrë parasysh a është ai shahid apo dikush tjetër, sepse sundimtari e ka për obligim që të lajë borxhet e tij. Sa i përket atij që hyn në borxh për t'i harxuar për gjëra të kota, apo për t'u kënaqur dhe vdes duke mos e larë borxhin ose duke mos e porositur larjen e borxhit, apo ka qenë në gjendje që ta kthej por nuk e ka paguar, do t'i ndalohet xheneti derisa të lahet borxhi me vepra të mira apo të këqija. Personi që nuk e kthen borxhin përpos kësaj, do të ketë gjendje të vështirë edhe në jetën e varrit dhe do të jetë në atë gjendje derisa të ndodhë kiameti. Njeriu do të jetë i lidhur me borxhin e vet në varr. Transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Shpirti i besimtarit është i varur me borxhin e tij derisa t'i shlyhet. Kurse gjendja më pikëlluese do të jetë kur të dalim në ditën e gjykimit para Zotit për t'u llogaritur. Atë ditë kur çdo kush do të shikojë ka të ik, kur nuk do të kemi para dhe pasuri, por vetëm veprat tona të cilat i kemi vepruar, shpërblimet dhe mëkatet. Në këtë gjendje hutimi, njeriu do të takohet me personin të cilit i ka pasur borxh në këtë botë. Në këtë gjendje do t'i kërkohet t'i kthehet borxhi, por se me çka do ta kthej borxhin, kur atje nuk ka të holla? Do ta kthej borxhin duke ja dhënë sevapet e veta dhe duke marrë mëkatet e tija. Kështu do të përfundoj në zjarr. Të dëgjojmë me vëmendje këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na e përshkruan këtë skenë nga bota tjetër. Transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: A e dini se cili është falimentimi më i madh, bankrotimi më i madh? U përgjigjen: Në mesin ton i falimentuar është ai që nuk ka as para as mall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha:
i falimentuar në umetin tim, i bankrotuar në umetin tim, është ai i cili në ditën e gjykimit vjen me namaz, agjërim dhe zekat, ndërsa njërin e ka sharr, tjetrin e ka përgojuar, prej tjetrit ka vjedhur, dikujt ja ka derdhur gjakun, njërit i ka mshuar, kështu që këtij do t'i jepen prej veprave të tij të mira, por edhe atij prej veprave të mira. Nëse i mungojnë veprat e mira para se t'i laj borxhet, atëherë do t'i merren mëkatet e të dëmtuarve dhe do t'i ngarkohen atij, dhe kështu do të hidhet në zjarr. Po ashtu prej Ibn Omerit radiallahu anhu, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush vdes ndërsa i ka dikujt borxh ndonjë dinar apo dirhem, ai borxh do të paguhet prej veprave të tij të mira në ditën e gjykimit, sepse siç e dim, atje nuk ka as dinar, as dirhem. Pra duhet të kemi parasysh që mos marrim pa arsye borxh që të ngarkojmë shpirtin tonë me mëkat, sepse borxhi është turp gjatë ditës, kurse breng gjatë natës. Nuk merret borxhi për vepra të cilat nuk na kërkohen nëse nuk kemi mundësi, si për shembull, të marrim borxh për të shkuar në hax. Disa njerëz nga dëshira për ta kryer këtë obligim islam janë në gjendje që edhe borxh të marrën vetëm që ta kryejnë haxhin. Por nëse personi nuk ka të hollë të mjaftueshme që të shkon në hax, atëherë ai nuk e ka obligim që ta kryejë haxhin. Pasi për të obliguar me këtë fars duhet të posedon pasuri. E nëse nuk ka, atëherë ai nuk e ka obligim haxhin, andaj nuk ka nevojë që të merr borxh për këtë qëllim. Transmeton Abdullah bin Ebu Eufa radiallahu anhu se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një burr i cili nuk e kishte kryer haxhin, sa duhet që të merr borxh që ta kryej haxhin? Pejgamberi alayhis salam tha jo. Këtë hadith e shënon Bejhakiu. Shpesh parashtrohet pyetja edhe në lidhje me zekatin e parave që janë dhënë borxh, sa duhet të jepet zekat në to apo jo. Nuk ka tekst të qartë nga Kurani dhe Suneti në lidhje me zekatin e borxhit. Dietarët kanë polemizuar në lidhje me paratë të cilat i jepen borxh, se kush duhet ta jep zekatin për ato, borxhdhënësi apo borxhmarrësi. Në vijim do t'i sjellim mendimet e dietarëve në lidhje me këtë polemik. Sipas Aishës radiallahu anha, Ikrimes, Ataut dhe Ibn Hazmit, as borxhdhënësi e as borxhmarrësi nuk obligohen t'ia japin asaj pasurie zekatin, pra borxhit. Sipas Ibrahim Nekhait, ai që ka marrë borxh dhe shfrytëzon atë pasuri, ai duhet të jep zekatin e asaj pasurie. Sipas Omerit radiallahu anhu, Uthmanit radiallahu anhu, Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu, Jabir bin Abdillahit radiallahu anhu, Jabir bin Zeidit, Mujahidit dhe Ebu Hanifës, këta thonë se nëse ka shpresë se do t'ja kthej borxhin borxhmarrësi, borxhdhënësi e jep zekatin. Nëse nuk ka shpresë se ja kthen borxhin, nuk obligohet të jep zekat. Dhe me këtë e përmbyllim këtë temë mbi borxhin me shpresë që popullata jon të vetëdijsohet në këtë çështje, të ndihmohet në mesvete sepse kjo është tipar islam, por duke mos u tradhtuar në mesvete, sepse kjo veti nuk ka të bëjë asgjë me islam. Për fund, ju ngelni përzemërsisht. Të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Dëgjues të nderuar, dëgjuat ligjëratën fetare nga cikli emisioneve të realizuar ndërmjet Radiovatit dhe Myftynisë qytetit të Shkupit nga hoxha i nderuar Shaban Tahiri në temën borxhi dhe pasojat nga moskthimi i tij. Kryeredaktor Amir Kadriu, udhëheqës Shaban Tahirin, produksioni Radiovati, 25 mars 2016.